Një i mitur nga Shqipëria raportohet se është dukur në Kosovë pasi dyshohet se ka marrë pa leje veturën e babait të tij dhe u largua nga banesa në qytetin e Hasit. Sipas familjarëve bëhet fjalë për Mariglen Dautin, vetëm 14 vjeç. Familjari i tij Dritan Dauti deklaroi për mediat në Shqipëri se i mituri kishte marrë pa dijenin e prindërve automjetin e babait të tij, një Mercedes-Benz C-Class me targa AB 379 RY. Sipas informatave të familjes, hera e fundit që Marigleni u pa kishte qenë më 5 janar 2026 rreth orës 16 në një pikë karburanti Petrol Pump në segmentin rrugor Pej-Prishtinë në territorin e Kosovës. Familjarët bën të ditur se i mituri nuk ka dokumente identifikimi me vete dhe u kanë bërë thirrje policisë së Kosovës dhe qytetarëve për ndihmë në gjetjen e tij. Ndërkohë, policia e Shqipërisë kishte njoftuar se më 5 janar 2026 në komisariatin e policisë në Has, familjarët kishin paraqitur kallëzim për zhdukjen e 14 vjeçarit. Sipas njoftimit zyrtar, i mituri kishte marrë pa leje automjetin e babait dhe ishte larguar nga banesa. U bë shpallja në kërkim me 14 vjeçarit, ndërkohë shërbimet e policisë po vijojnë kontrollet për gjetjen e tij, thuaj në njoftimin e policisë së shtetit. Sa kaq, mediat në Shqipëri raportojnë mbrëmjen e sotme se i mituri është lokalizuar dhe kapur në qytetin e Mitrovicës. Në një konfirmim për Index Online nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Pej, pohojnë se i mituri nga Shqipëria ka marrë afro 79 litra karburant në një pompë të benzinës dhe ka kërkuar nga punonjësi që të bëjë pagesë me kartë. Punëtori deklaroi në polici se ka hyrë brenda të marrë postin, teksa i mituri është larguar me shpejtësi në drejtim të panjohur. Njësitë relevante janë duke u marrë me hetimet e nevojshme, deklaroi për Index Online zëdhënësi policisë Fadil Gashi.